premte e 1 maj, Shqipëria dhe Kosova kanë rikthyer zyrtarisht regjimin e kalimit pa kontrolle kufitare për automjetet me targa të dy vendeve. Masa do të jetë në fuqi deri në 30 shtator dhe pritet të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen gjatë sezonit veror, kur fluksi udhëtarëve rritet në disa dhjetra mijëra në ditë. Sipas marrëveshjes, automjetet me targa shqiptare dhe kosovare do të kalojnë në pikat kufitare pa ndalesa dhe pa procedura standarde të kontrollit. Ndërkohë, mjetet me targa të huaja do të përballen vetëm me kontrolle të shpejta për të shmangur vonesat dhe radhët e gjata. Ky model bashkëpunimi mes dy vendeve ka sjell përfitime të dukshme ndër vite, sidomos në ver duke nxitur turizmin, vizitat familjare dhe shkëmbime tregtare. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm në orët e para të ditës së premte kanë hyrë në Shqipëri rreth 15.000 qytetarë, shumica nga Kosova. Partia Demokratike është pasuri e shqiptarëve, ajo nuk mund të jetë pronë private, thot Ervin Saliani në një reagim të tij pasi nuk i pranuan dokumentet e kandidimit për garën e kryetarit të Partisë Demokratike. Sipas tij, kjo është prova më e qartë se partia po trajtohet si pronë personale dhe refuzimi është uzurpimi funksioneve. Saliani veçon në reagimin e tij se ka kërkuar garë me vota dhe se kjo është një betejë për parim jo për post, betejë që sipas tij nuk mbaron me këtë refuzim. Kur ndalohet gara, nuk mbrohet partia, por mbrojnë interesat të ngushta të një grupi që ka frikë nga vota, drejtësia dhe e kaluara, thekson Saliani në reagimin e tij. E do të kem tani në një lidhje të drejtë për drejtë për komunikuar Oresti Berberi, që është antar i kryesisë së FRPD-s. Oresti, përshëndes, faleminderit që jena dy CNN për këtë bisedë. Faleminderit. Oresti, një ditë më parë, përpara orës 12, ke qenë i pranishëm në selin e Partisë Demokratike për të dorëzuar dokumentacionin e kandidaturës së Ervin Salianit në garën për kreun e Partisë Demokratike. Çfarë ndodhi dje? Dje, për shkak se zoti Saliani ndodhe në një agjendë politike e Shqipërisë, edhe në pamundësi për të qenë vetë prezent për të dorëzuar kandidaturën edhe shkresat e tij sa i përket kandidimit për kryetar të Partisë Demokratike, shkova pranë selisë Partisë Demokratike për të dorëzuar dokumentat e përgatitura nga Ervin Saliani dhe ajo që ka u përballë ishte një mosrespektim i vetë udhëzimit që Partia Demokratike dhe lidershipi i saj kishin nxjerrë, ku udhëzohej që deri në orën 12 ishte afati për të dorëzuar kandidaturat e atyre që kanë shkruar interes për kandiduar për kryetar të Partisë Demokratike apo për të bërë pjesë e garës përballë Sali Berishës. Në momentin e parë janë përballur duke më ofruar që nuk ka njerëj dhe nuk ka zyrtar brenda zyrave të organizimit të Partisë Demokratike, gjë e cila më rezulton jo serioze dhe mbi të gjitha kundër udhëzimit që vetë Partia Demokratike ka nxjerrë. Unë besoja se aty kishte njerëz, por dyert ishin të mbyllura qëllimisht për të bërë një skenim apo për të çuar situatën në ato që pam dje në media. Të dyja dyert si para dhe mbrapa ishin të mbyllura, ku zakonisht në përditshmëri funksionarët Partisë Demokratike janë aty çdo ditë, përfshirë edhe atë që është përgjegjës pikërisht për atë që është zoti Vin Minarolli, edhe sekretari organizativ. Dhe kanë qenë të mbyllura qëllimisht, Oresi? Unë besoj se kanë qenë të mbyllura qëllimisht, sepse përderisa ka dalë një udhëzim ku duhet të dorëzohen dokumentat, pa diskutim që deri në orën 12 që ata e kishin caktuar duhet të kishte njerëz për të qenë korrekt dhe serioz në atë që ata vetë e kanë caktuar dhe në atë që ata vetë kërkojnë nga kandidatët. Dhe më pas mund të ta dorëzonit në recepcion apo jo? Dokumentet janë atje? Më pas e lam në mënyrë themi në recepcion, e lam recepcionistit aty sepse zyrat e Partisë Demokratike ishin të mbyllura. Dhe me ajo që më erdhi dje ndërmend ishte pikërisht ngjarja e shëmtuar e 8 janarit ku Lulzim Basha vinte brava në përdyer, ashtu më duket edhe dje në selinë e Partisë Demokratike, ku ikur Lulzimi dhe erdhën të tjerë, domethënë doktori në këtë rast, ku Lulzimi blindoi dyert, kurse doktori i kypsh.
Domethënë, Partia Demokratike është katandisur pikërisht si këtu e ka 2 vite më përpara dhe nuk është se ka ndryshuar në një gjë. Në atë shikojmë, plus premtimet nga leadershipi dhe nga vetë doktor Berisha sa i përket hapjes së garës së lirë dhe ndershme brenda Partisë Demokratike ngelen vetëm në teori dhe një retorik politike, sesa ndonjë veprim real apo vullnet politik për të hapur garën. Oresti, kishit patur në një komunikim para prak edhe zoti Saliani me zyrtarët të Partisë Demokratike për këtë aplikim? Unë personalisht besoj se nëse partia nxjerr disa rregulla, ato duhen respektuar nga vetë ata që nxjerrin teknikalitete, sepse në Partinë Demokratike nuk duhet flasësh në telefon paraprakisht që ta gjesh zyrtaren aty brenda në zyrë. Sepse në përditshmëri, unë para 2 ditëve, 3 ditëve, kam qenë në selinë e Partisë Demokratike dhe zyrat ishin të hapura, pikërisht ato zyra që dje ishin të mbyllura. Kanë qenë po të njëjtit njerëz që duhet të ishin dje në ato zyra, para disa ditëve kanë qenë po në ato zyra. Pra, ata janë njerëz që rrinë në përditshmëri aty. Dhe kjo është jo, në një komunikim para prak, përpara le të themi gjatë javës. Shiko, ngjarja ose të themi zgjedhjet në Partinë Demokratike nuk janë procese të vogla dhe nuk janë procese të parëndësishme që ne duhet marrim telefon zyrtarët e Partisë Demokratike që të na presin për të dorëzuar dokumentat. Ajo është një garë dhe mbi të gjitha është një rëndësie shumë të madhe politike sa i përket Partisë Demokratike, edhe pa diskutim duhet të jenë në radhë të parë serioz në atë që kërkojnë dhe në radhë të dytë duhet të jenë korrekt përballë njerëzve dhe publikut edhe gjithashtu demokratëve. Dyert e mbyllura dje ishin një skenim i shëmtuar dhe as pak i nevojshëm qoftë për leadershipin e adresoni përgjegjësinë për këtë skenim, për situatën që ndodhi dje. Kë bëni përgjegjës? Tim leadershipin, njerëzit përgjegjës kokohen, pa diskutim deputetën Albana Vokshi, Flamur Nokën, apo qoftë edhe doktorin. Ai nuk ndodhet në Shqipëri, por do të ishin marrë masat që këto të ndodhin. Pra nga vetë leadershipi i Tiranës, i cili do të kishte marrë masa paraprake sa i përket dorëzimit të dokumentacionit të kandidatëve. Por si duket, ata e kanë parë të udhës që kandidati i vetëm që ti kishte përgatitur dokumentat, që nuk e di nëse i ka përgatitur, është doktor Berisha. Dhe kjo në fakt nuk besoj se është e moralshme politikisht. Po. Ndërkaq, Oresti, mendoni se më saktë ai plotson zoti Saliani të gjitha kriteret formale për të kandiduar për kryetar të Partisë Demokratike? Zoti Saliani jo vetëm që i plotson, por i ka tejkaluar ato që kërkohen nga udhëzuesi i Partisë Demokratike, sepse nëse Partia Demokratike do të kishte hyrë në teknikalitete kaq të vogla, sot nuk do të ishim në këtë gjendje dhe në këtë farë deregjeje. E para, sepse nëse do të ishim zbatuar statuti i Partisë Demokratike, vetë doktor Berisha nuk do të ishte në kryetari i saj dhe nuk është në kryetari i saj sipas statutit të Partisë Demokratike. E vetmja kleçk e cila kapet leadershipi apo mediat apo qoftë edhe udhëzuesi nxjerr nga Partia Demokratike është dënimi i zotit Saliani në gjykatë. Por siç vetë doktor Berisha ky është një për kriteret, është një prej kriteret, po. Ai është dhe vetë doktor Berisha nuk është se ka ndonjë kundërshtim në këtë teknikalitet, sepse ai e quan dhe ka quajtur Ervin Saliani si një martir të gjallë të demokracisë për fjalën e lirë dhe ka bërë burg politik. Ka shkruar edhe shkresat ndërkombëtare, të cilët i ka informuar se zoti Saliani është burgosur padrejtësisht. Pra nëse ti para disa muajve thoje dhe në retorikën tënde politike deklaroje se Ervin Saliani ishte i burgosur politik, sot nuk mund të kapesh. Po këto ka ndodhur para disa muajsh, Oresti, situata ka ndryshuar. Situata ka ndryshuar, por nuk mund të ndryshoj situata sipas oreksit të leadershipit Partisë Demokratike. Dhe nuk mund të ndryshoj situata siç duan ata, por në fakt situata duhet të qëndrojë konstante dhe mbi të gjitha strikte. Nëse ata nuk i qëndrojnë fjalëve dhe premtimeve të tyre, çfarë mund t'i ofrojnë nesër demokratëve në zgjedhjet e ardhshme që janë ato të 2027-s? Qartë. Nëse nuk janë korrekt. Oresti, tani fakti që dokumentacioni u la në recepcion, do të thotë që është i refuzohet ky dokumentacion, aplikimi i Ervin Salianit për këtë garë? Partia Demokratike
është e hapur për këdo. Edhe qofshin demokrat apo ata që duan të bëhen demokrat. Kandidimi i zotit Saljani dhe dokumentat e lëna në recepcion është pikërisht përgjigja e të gjithë muajve, që nga muaji nëntor, dhjetor dhe deri më sot, ku retorika e leadershipit ka qenë po e njëjtë dhe ka qenë po strikte përgjigja e tyre sa i përket refuzimit të kandidimit të zotit Saljani, me justifikime, thashë theme dhe shpifje të cilat as nuk qëndrojnë dhe nuk kanë as një bazë faktike apo vërtetësie që t'i bëjnë ato thashë theme apo shpifje të qëna. Dhe besoj se e vetmja kandidatur perfekte për balë Sali Berishës për të mbajtur postin është Meryem Sela. Pra po thuaj se është i refuzuar. Ervis Saljani nuk mund të kandidojë në këtë garë. Dhe kjo ishte e pritshme, nuk kishte ndonjë surprizë që refuzimi nuk kishte ndonjë surprizë për ju. Jo, surprizë nuk ishte, por të mos hysh në garë me rregullat e kundërshtarit tënd. Pra, në Partinë Demokratike, sipas statutit, duhet të ishte kokoe, ajo e cila duhet të nxirrte rregullat, udhëzimin dhe mbi të gjitha edhe teknikalitetet që ata sot po kërkojnë, por janë rregullat njësoj sikur t'i ketë vënë vetë doktor Berisha në atë udhëzues së bashku me sekretarin e përgjithshëm. Dhe nuk mundet që të hysh në një garë dhe rregullat i vendosi kundërshtari jot. Sepse nëse do ishte e kundërta, edhe Saljani mund vendoste rregullat e veta të lojës që të eliminonte kundërshtarin pa u futur në garë. Pra kjo nuk quhet garë e ndershme puna. Kjo quhet pikërisht farsë. Cili është hapi radhës, nëse mund të ndërmerrni ndonjë hap mbasi refuzohet aplikimi? Çfarë mund të bëjë tani Ervin Saljani në këto kushte? Do të ndërmerren ashtu siç edhe vetë zoti Saljani e ka deklaruar, do të ndërmerren edhe hapa ligjor nëse do të jetë mundur, edhe pa diskutim do të ndërmerren diçka. Çfarë konkretisht? Kur thoni hapa ligjor, çfarë konkretisht? Nëse e para është Neni Basha, i statutit Partisë Demokratike, që në këtë moment që ne flasim për shkak të atij Neni, doktor Berisha nuk është më kryetari i Partisë Demokratike dhe nuk mundet të kandidojë për zgjedhje për kryetar të Partisë Demokratike, dhe nëse do të flasim sipas udhëzuesit që ata kishin nxjerrë, sipas statutit të Partisë Demokratike, ai i cili nuk do të kandidonte i pari dhe ishte i eliminuar nga gara nëse do të kishte dëshirë, ishte vetë Sali Berisha. Por statuti i Partisë Demokratike fatkeqësisht nuk respektohet dhe fatkeqësisht statuti i Partisë Demokratike ka rënë në dorën e atyre të cilët premtuan dhe gënjyen. Po, resti po, me ndryshime Partia Demokratike mund të bëjë ndryshime statutore dhe mund ta ndryshojë Neni Basha, mund ta heqë. Atëre çfarë i betet në dorë Ervin Saljanit? Ajo që ngjelet në dorë është Ervin Saljanit mbështetja e demokratëve, pa diskutim baza e Partisë Demokratike, pëlqyeshmëria që ai ka brenda strukturave dhe mbi të gjitha hapësirat e tjera ku Partia Demokratike do të ketë i garë, dhe ku gara të jetë e vërtetë. Pa diskutim, takimet e Ervin Saljanit nuk mbarojnë me datën 23 maj, ashtu siç do mbarojnë. Po ligjërisht, domethënë ligjërisht ka çfarë të bëj. Në këtë sens e kisha pyetje, no? Do të merren juristët në këtë. Dhe pa diskutim, aty ku do të ketë hapa ligjor, do të ndërmerren. Po kjo duhet parë dhe duhet hyrë në teknikalitetet të cilat nuk janë deklarata politike. Por, siç e thash dhe i them, si zoti Saljani dhe gjithë ata që kanë mbështetur zotin Saljani, do të vazhdojnë të qëndrojnë brenda Partisë Demokratike, do të kërkojmë hapjen e Partisë Demokratike, do të kërkojmë garë të lirë brenda Partisë Demokratike dhe mbi të gjitha do të kërkojmë që Partia Demokratike të jetë fituese në zgjedhjet. Një mos kandidim i zotit Saljani nuk e bën vetë zotin Saljani dhe as mbështetësit e tij të ndalojnë për të angazhuar në Partinë Demokratike apo për të pasur ambicet e tyre, sepse nuk po flasim këtu për një individ. Këtu po flasim për një fraksion brenda Partisë Demokratike i cili kërkon edhe hedh bazat i tet dhe platformën e tij se si duhet funksionojë Partia Demokratike dhe çfarë hapash duhet të ndërmarrë në vit. Përse nuk e lejon leadershipi kandidimin e Ervin Saljanit?
Frika. Frika nga gara e lirë dhe frika se dikush tjetër do të dalë në basë Sali Berishës si njeri i pëlqyer nga strukturat e Partisë Demokratike. Frika se një faktor i dytë përveç Sali Berishës do të krijohet brenda Partisë Demokratike. Dhe frika se dikush tjetër do të jetë numri 2 real i Partisë Demokratike i mbështetur nga demokratët. Pra frika e një lindjeje të re brenda Partisë Demokratike dhe një frymarrje të re. Dhe frika se ky leadership që është sot nuk do të jetë nesër. Kjo është. Do t'i vijojë zoti Saliani takimet me demokratët? Pa diskutim, askush nuk e ndalon ashtu siç nuk e ka ndaluar deri më sot zotin Saliani që të takojë demokratët. Çdo demokrat apo çdo çart ku zoti Saliani ka shkuar, ka qenë kërkesa e tyre për të shprehur dhe për të vënë në pa ato problematika të cilat në Partinë Demokratike e kanë bërë atë të mos jetë më fituese. Deri në 2021 e kishte fajin Lulzim Basha. Nga 2021 deri në 2027, kush e ka fajin? Doktori thotë që e ka Rama. Por në fakt, ato kanë një përgjegjës brenda Partisë Demokratike që janë të paaftë për të mbrojtur votat e demokratëve. Dhe përderisa janë të paaftë përballë Tiranës për të mbrojtur votat e demokratëve, një person si Ervin Saliani, që në çdo zonë elektorale ka fituar përballë Ramës, po merr guximin që të marrë drejtimin e Partisë Demokratike dhe njësoj siç ka fituar në qarqet e tij, respektive ku ka qenë drejtues qarku, të fitojë edhe në të gjithë Shqipërinë. E qartë. Por me sa duket nuk është ky qëllimi i leadershipit sot. Një garë mes zotit Berisha dhe një mjeke, zonja Mereme Sela, çfarë mesazh jep? Kjo është jep mesazhin se në Partinë Demokratike ndodh edhe një maqë lakrori 2. Pra unë personalisht e shikoj Mereme Selën si maqë lakrori i kohëve të Partisë Socialiste kur kandidonte përballë leadershipit të asaj kohe. Dhe sot Mereme Sela është një personazh i panjohur që besoj se nuk është vullneti i saj. Kujt është? Dhe pse u pranua kandidatura e saj, mendon? Sepse sipas Flamonokës është e vetmja demokrate ndër kandidatët, kur ndërkohë Mereme Sela nuk ka qenë as deputete dhe ka qenë një antare e thjeshtë. Vetë thonë dhe vetë deklarojnë që të jesh kandidat për kryetar partie duhet të kesh kaluar disa hierarki. Zonja Mereme Sela pa kaluar asnjë hierarki i pranohet kandidimi në Partinë Demokratike. Dhe kjo është sa për të qeshur aq edhe për të qarë në gjendjen se ku ka shkuar Partia Demokratike. Me gjithë respektin për zonjën dhe me gjithë respektin e saj tim për atë si mjeke, besoj se politika nuk ka nevojë për njerëz të cilët legjitimojnë garën pa qenë legjitime. E qartë. Mirë, Oresti, faleminderit për bisedën. Faleminderit. Taulan Valla një ditë më parë ka dëshmuar në gjykatë për çështjen partizane